Sistemi i ndriçimit të bypassit të Shkodrës ka pësuar dëmtime të ndjeshme. Rreth 30 ndriçues janë jashtë funksionit në të dy anët e tij. Një pjesë mungojnë krejtësisht ndërsa të tjerët janë dëmtuar. Ka segmente ku deri në 5-6 ndriçues njëri pas tjetrit janë shkatruar, aq sa të krijohet përshtypja se një dorë e padukshme ka vepruar qëllimisht për të nxjerrë jashtë funksionit. Faktikisht një gjendje e tillë është e patolerueshme pasi sistemi i ndriçimit është ndërtuar për të garantuar ndriçimin gjatë natës dhe jo për t'u dëmtuar, sidomos në këtë periudhë kur nis edhe sezoni veror turistik dhe lëvizja automjeteve shumë fishohet gjatë 24 orëve, mungesa e ndriçimit në bypass përbën një shqetësim alarmant. Autoriteti rrugor i Veriut me qendër në Shkodër ka për detyrë të ndërhyjë sa më parë për rivënien në funksion të sistemit të ndriçimit dhe jo të qëndrojë në pritje siç ka ndodhur deri tani. Nga ana tjetër është e domosdoshme që të bashkëpunohet me policinë e shtetit për të kontrolluar sa më shpesh këtë vepër dhe për të identifikuar individët që dëmtojnë pronën publike. Mjafton të kujtojmë se një ndriçues në sistemin e ndriçimit të bypassit kushton 250 euro për të krijuar një përfiturim më të qartë të dëmit financiar që shkaktohet nga dëmtimi i tyre. Në këtë rast dëmi arrin në 7.500 euro. Bypassi i Shkodrës është një nga objektet më të rëndësishme të rrjetit rrugor shqiptar, si pjesë e aksit Shkodër-Hanihoti dhe Anasjeltas. Për ndërtimin e tij rreth 5 kilometra e gjatë janë investuar mbi 1.7 miliard lekë të reja. Është një vepër me ndikim të madh pozitiv për të lehtësuar qarkullimin e automjeteve, sidomos gjatë stinës së verës, pa folur për vlerën që ka si destinacion për qytetarët që kërkojnë të kalojnë kohën e lirë në ajrin e pastër të hapësirës ekologjike të liçenit të Shkodrës. Qoftë edhe për këtë arsye, mungesa e vëmendjes ndaj kësaj vepre është e patolerueshme.